Atë e miliruar, a i lumi madh që pasron gjithë shka, të tirë kundra vajtit, të pisët me miza, që quhet AKU. është e pastër, rrjedh vrullshëm. AKU-ja? Po. Ku është ky AKU-ja? Vajti Autoriteti Kombëtar Ushqimor, i ushqimit, vajti në vendngjarje. Po. Është inspektoria gjithë e rrogës, cilën e përshëndes përgjegjësi e sektorit, e cilën e përshëndes dhe falenderoj, mori masa e bllokuan, në qoftë se do tentoj ta hapi prap, do të jemi përsëri këtu tha për ta bllokuar. Do t'jam mbyllim prap. No sense. Më fal. Digjeni pa Autoriteti. Po nëse hap prap ai? Po do t'jam mbylli AKU-ja. Po nëse hap prap? Dago nuk ka kaq shumë lekë. I kati dytë një granat. Ndihni kjo pamje. Tani jemi tek dyqani i cili tregton mish këtu në lagjën 12 në Durrës. Çfarë masa shumë morën kundrejt këtij dyqani? Për njësinë e tregtimit të mishit në lagjën 12 tregu Durrës, kemi ardhur dhe herë të tjera për të parë se si ushtrohet ky aktivitet dhe kemi parë disa kushte të cilat nuk kanë qenë të mira higjienike dhe janë dhënë disa parametra që se si duhet të funksionojë një dyqan mishi. Por mishi nuk ka qenë asnjëherë pa vul, ka qenë gjithmonë i vulosur. Është dyqan i pa regjistruar në QKR. Dhe një subjekt i pa regjistruar në QKR nuk mund të ushtrojë aktivitetin. Për këtë arsye i është bërë dhe mbyllja e aktivitetit dhe sot i bëhet rimbyllja e aktivitetit, sepse nuk plotson kushtet. Në qoftë se konstatohet që ky zotëri e hap përsëri, domethënë dyqanin, çfarë masë? Masa administrative me gjob, subjekti pa regjistruar në QKR në bazë të aktit normativ numër 4 me datë 16/8/2012, subjekti detyrohet të paguajë gjobën sipas ligjit në fuqi. Sa është vlera e gjobës? Vlera e gjobës është nga 1 milion deri në 2 milion. Jo, unë e falenderoj dhe një gjithën inspektorën e Durrësit, AKU në gjithë ata që reaguan për këtë fenomen dhe qytetarën që besoj që denotoj problemi që kishte në emisionin tonë. Faleminderit. Vetëm se kam një qasje tjetër po mendoja këtë. Më dha një zgjidhje interesante. Kam një ambient kat 7, 3 dhoma kuzhinë. Çfarë do mbash, elefant? Jo. Po lopa. Vetëm se ka problem që ka vetëm ashensor pallati. Po këtë lopa dele apo hypen ashensor fillon të zgjesh shkum nga goja. Po nuk vale. Aty ka pyetje unë për zonjën, edhe për faleminderit shumë po. Po. Ju e mbyllet qepenin aty. Po atje me lopat kush do ta pastroj? Do vi, kësaj se ka dikush që shiko, po ta lesh të thahet, është pokollaj për ta pastruar. E heq shumë me kruarje, bukur. Natën e mirë, përshëndetje, vajza. Natën e mirë, dashuriq. Nuk e di si e keni momentin. Jeni gati. Atë gati? Më pëlqej kjo. Orkestra? Orkestra? Duar kryq, ri pak duar kryq. Ashtu. Atëherë fillojmë, kërceni, po doni. Thridi. Okej, maestro Sajmir Kodra? Yes. Flonzat?